gjëja më më rëndësi që Allah i kushton rëndësi, feja i kushton rëndësi, traditat tona i kushtojnë rëndësi, gjëja më rëndësi për njeriu, fondacioni, baza e njeriu është familja. Tash shumë njerëz nuk e din edhe definicionin e familjes. Çka do të thënë familje? Kush është familje? Familja numër 1 janë antarët e gjakut. Vllau, motra që janë nga gjaku, apo agja, krejta janë prej gjakut. Edhe antarët e familjes bëhen nëpërmjet gjakut edhe nëpërmjet martesës. Pastaj gruan që e merr, ajo bëhet antare e familjes, pastaj edhe familja e saj bëhet familje jote, edhe ti bësh familje e tyre. Kjo është familja, vëllezër të nderuar, fondacioni, baza e çdo suksesi. Baza e çdo suksesi, jo vetëm personit, familjes, komunitetit, po edhe shoqërisë në përgjithësi, çdo sen fillon nga familja. Edhe familjen kush e përbën? Spari fillon një burr, një djalë edhe një vajzë kur të martohen, ata automatikisht bëhen familje pastaj. Edhe inshallah fëmijët e tyre, edhe krejt çka lidhen ndërmjet tyre janë edhe konsiderohen të jenë familje. Mirë po, që të jetë familja shëndosh, që të jetë familja si duhet, gjithë njeriu do të me fillu nga origjina. Krejt mirat edhe të këqijat kur njeriu i bën, është kur djali edhe vajza e zgjedhin njëri tjetrin. Këtu është më rëndësi për neve si prind, edhe kështu është më rëndësi për neve si shoqëri, si vëllezër, motra që jemi, gjithër duhet me këshillu njëri tjetrin, edhe me thanë kur është pyetje martesa, keni kujdes edhe mos nxitoni, do not rush, se ajo nuk është për një ditë, ajo nuk është për një javë, ajo nuk është për një muaj, martesa është për gjithmonë inshallah. Për atë 30 tanë, ne vetë kemi qenë 3, po, njeriu mendon që dashuria është çdo send, jemi dashuruar, nuk i bisedojnë disa gjëra që janë me rëndësi, edhe pastaj Zoti na rujt, disa prishen para martese, disa pas martese, disa që kanë fëmijë, edhe kjo ma kput shpirtin kur unë shkoj edhe merrem me familje dhe i shoh fëmijët. Se në psikologji ju kam thënë shumë herë, ne kemi mësuar që kur ndahet një burrë dhe një grua, fëmijët gjithherë they blame themselves. Ata fajsojnë, mendojnë që ata janë fajtor, fëmijët janë fajtor. Për ata kur rriten me trauma edhe Zoti na rujt kapi tyre që edhe shkojnë rrugëve të këqija pastaj. Burri kur e zgjedh një grua, duhet me zgjedh një grua 20 vjet përpara. Duhet me zgjedh familjen e saj. Duhet me zgjedh karakterin e saj. Ju e dini që pejgamberi alayhis salam na ka thënë, dëgjoni këtë fjalë sa më rëndësi është. Thot kur vjen një djalë, edhe ju troket në derë, edhe kërkon vajzën tuaj, edhe i ka 2 veçori. E ka fen, edhe ka karakterin. Thot mos e refuzoni atë. Pse pejgamberi alayhis salam po thot e ka fen edhe karakterin? Pse s'po mjafton vetëm feja? Se feja njeriu mund të më falë tërë ditën, po s'do me thonë që ka karakter të mirë. Njeriu mund të me agjeru tërë vitin, po ai burrni s'ka, karakter s'ka, moral s'ka. Këto dyja dallojnë njëra prej tjetrës. Për atë pejgamberi selam kur thot, kur vjen dikush me kërku, i ka këto 2 kualitete. Është fetar, po e ka edhe karakterin e mirë, atëherë thot mos e refuzoj atë. Njëjtën që kur një djalë kërkon një vajzë, i kërkon vajzën për 4 gjëra, ka thënë feja. 4 gjëra. Në njeriu e kërkon një vajzë që t'jetë prej familjes mirë. A është ashtu? Në 2 e kërkon një vajzë që është e bukur, për bukurinë e saj. Në 3 e kërkon një vajzë ndoshta që ka karrierë, ka pasuni.
edhe 9-4 e kërkon një vajzë për karakterin e saj, për moralin e saj. Thot kapuni për moralin, për ndryshe thot ju do të shkatërroheni. Feja po thot nuk ka lidhje që një vajzë të ketë bukurin, kjo shumë e rëndësi, që ta ketë familjen e mirë, shumë e rëndësi, që të ketë independent, që të ketë pasuri, shumë e rëndësi. O nuk është ma më rëndësi se sa kjo tjetra, se karakteri saj. Thot këtu filloni, pastaj ato tjerat, çka vinë ato 3 tjerat, janë bonus për ty. 3 tanë ku kapen sot? Zakonisht djemt kapen për bukurin e vajzave. Nuk e shikojnë se si është rritur ajo vajzë. Nuk e shikojnë çfarë temeli ka, apo nuk e shikojnë çfarë familje ka. Mirë, po çka është e bukur dhe mendojnë që bukuria rrin ashtu për gjithmonë. E jo e dini që kur njeriu martohet mas 1 muaj, 2 muaj, 5 muaj, 1 vjet, gjërat bëhen normal pastaj. Edhe aty ajo bukuria nuk rrin e njëjtë, apo zbehet. Qysh zbehet bukuria, zbehet edhe respekti dhe dashuria ndaj njëri tjetrit. Pra burri edhe gruaja, edhe një pju them këtu, feja islame e ndalon prindrin me i bo pressure, me i bo presion e vladit ti, qoft ai djalë ose vajzë që të martohet me diken ose mos martohet me diken. Vajza do të vetë me tregu pëlqimin ose mos pëlqimin e ati djali që e kërkon, se ajo ka me jetu jetën me te. Jo prindrit, jo njerëzit tjerë, ajo edhe ai kanë me jetu jetën së bashku. Qofse këtu ne përqendrohemi pak. Një e dini na tërë kem fëmijë edhe nga njëherë tërë jetën punojmë që t'i presim fëmijët tanë që të rriten, që t'ja bëjmë darsmat që kemi dëshirë. Kjo është ëndër e secilit prej neve, apo? Mirë po është, une nuk kam dëshirë që krejt ato savings, ato që i kemi tubuar, t'i martojnë fëmijët tanë edhe pastaj ata Zotin e rujt shkojnë rrugëve ndryshme. Atër çka kemi bërë, nuk kemi bërë asgjë. Çka une kam mësuar, para 2-3 javë jam të kryer një masters në Amerikë, thojnë ata çifte, hala pa martuar, një i fejuar me një të fejuar. Ata çifte të cilët kërkojnë ndihmë para martesës, 80% prej tyre kanë martesën më të suksesshme. E ke pati vetë se e ke pa një djalë ose vetë se ka takuar një vajzë, ti nuk di çka pret prej ti ose ai çka pret prej teje, ti e i ri mendon që dashuria verbron, apo? Kur shkojnë ata të një counselor, edhe thot jemi fejuar, cilat gjëra unë do të me shiku te ai, edhe çfarë gjëra ai do të me shiku te unë. Edhe ai pastaj i ndihmon, thot ti çfarë kualitete kërkon këtë vajzën, ti çfarë kualitete kërkon në djalin. Edhe ai pastaj kur i pyet krejt këto, i thot që ju mund të keni sukses. Para se të kaloj fejesa dikon tjetër, a kupton? Edhe ai thot shqyqo, ti ke tjetër mendim, kjo ka tjetër rrugë, tjetër mendim. Ju në qofë se bëni bashkë, s'ka garancion të Zoti e din, po thot bas provojes që e kemi, ju dy mund të keni probleme. Edhe ai profesori na tregonte, thonë e ke pa kur fillojnë problemet, kur fejohen ata dhe kur fillojnë ta përgatisin martesën, apo? Në unë i du këto lule, i thot, edhe ata aty pastaj kacafyten, kapen arguments, qofse shkojnë të njeriu i duhur, ai mund t'ju ndihmoj atyre që në tarmen ta kenë martesën, do thot më të suksesshme. Se nuk është lehtë. Posaçërisht për gjeneratat e sotit. Ju përpara e dini që nuk ka pas social media, nuk ka pas mu tregu të njerëzit tjerë. Tash të rinjt tanë shumicën e gjërave e bëjmë për çka? For show off. Mi ju tregu tjerëve. Unë çka i them ligjëratat e mia, unë i them atyre të fejuarve që fejojnë, merre një libër.
një booklet, një libër të vogël, se çka është martesa, edhe çfarë drejta ka gruaja, çfarë drejta ka burri. A dini që ajo libër $5 mund t'ja shpëtoj martesën? Se krejt çka mendojnë të rinjt është wedding day, white dress, do të kem kësi lulem, do kem kështu, fotografi do dalim kështu. Ata nuk e mendojnë që martesa fillon pas asaj dite. Ajo dite vetëm është si ëndër. Fillon pastaj, e aty pastaj fillojnë problemet me njëherë. Ju e dini që në eksperiencën time, që kam bërë mbi 600 martesa në këtë vend, martesa më shkurt që kemi patur ka qenë less than 24 hours. Më pak se 24 orë. Imagjino martesa që shqiptojmë disa ka 700 veta, 800 veta, tër atë pasuri prindrit gëzuar që adi po e martojnë djalin ose po e martojnë vajzën e kështu, nuk ka zgjat as 24 orë. Të nesërin mbrëmje, do thot mbrëmje hala pa u bërë natë, ata veç janë da. A sa vështirë kjo është për unë vetë jam prind. A ti sa vështirë është kjo për prindin. Pse unë e them, keni kujdes ju që keni djem. Keni kujdes ju edhe që keni vajzë. Se ne me mund po i rritim fëmijët tanë, se cili prej neve. A është ashtu? Po sa qërisht vajzat, a ti sa vështirë është me rrit një vajzë në këtë vend. Një vajzë si duhet. Për atë edhe pejgamberi selam çka ka thënë? Ai i cili e rrit një vajzë si duhet, ajo do të mbron prindin e saj prej xhehenemit. Se nuk është lehtë me rrit një vajzë me mbajt si duhet. Edhe ajo pastaj me shku me marr një idiot, një pis, a di sa vështirë është për prind ajo. Ne do të më mësu fëmijët tanë, djemt tanë, keni kujdes si po sjelleni ndaj vajzave, se ajo është vajzë dikuj, edhe ajo është motër e dikuj, edhe ajo është kjo, edhe ajo është ajo. Po edhe vajzave tona, do t'i mësojmë që të keni kujdes mos i besoni gjithkujt. Se tash këta të rritë janë mësuar si me folë, dinë si me folë këta, dinë si mu paraqit, edhe shumicën e rasteve që e kam mësuar unë, ajo marrëdhënia tyre, lidhja tyre para martesës nuk ka real, është fake. Se ai paraqitet, ai folë që shka qef kjo, që t'ja bëj qefin kësaj, apo? Kjo ndoshta folë që t'ja bëj qefin ati. Po kur të martohen nuk kanë ka iku nga njëri tjetri. Atëherë thot, po ti kren ndryshe tash je. Se kreqa ka qenë para martesës ka qenë fake, nuk ka qenë real. Për atë keni kujdes, ju që keni vajza të gjithë neve, kem kujdes kënë se kjo është gjëja më më rëndësi që njeriu e bën në jetën e tij si decision, apo vendim që e merr prej më rëndësive në këtë dynja për njeriu është se kon e marton. Qofse këtu njeriu ka problem, atëherë tërë jeta i shko problem. Qofse këtu ke sukses, dije që suksesi vetëm ko me vazhdu, se edhe ti si burr, edhe unë, nuk muj me arrit asgjë në jetën time, une, pa pas mbështetjen e gruas time. Nuk mund. As xhamin ndoshta s'kisha mujt me qenë sante këtu. Si kur ti nuk e ke mbështetjen e partnerit, e zonjës, e gruas që e ke në shtëpi. Ty e din që na jemi musafir në shtëpi, kush i edukon fëmijët tanë, kush e rrit fëmijët tanë, është në natyre gratë tona. Pra, për të rrit tanë, keni kujdes, keni kujdes, keni kujdes. Se pastaj komunitetin tonë është një traditë shumë e keqe, inshallah ndryshon o Zot. Është kur një vajzë ndahet ose një djalë, hiç s'ka faj, hiç, na kretë dim që s'ka faj, edhe kërkush nuk shkon me kërku prapë. Çfarë faji ka ajo? Që Zoti e ka takuar me një idiot, ose një djalë e ka takuar me një vajzë të keqe, Zoti na ruaj. Edhe mo, finish. A martu një muj, a një dit, a hiq. Kjo është një gabim shumë i keq në komunitetin tonë. Edhe lusë Allahun që kjo ndryshoj, ja Rabbel Alamin.